Miq Prizmus, këto zgjedhje kanë diçka interesante e cila në një anë është shëmtuar deri në atë pikë që vjen për të vjedhë, dhe e dyta, në anën tjetër, është e domosdoshme, sepse sigurisht ndalohet jo vetëm ajo që në përgjithësi majoranca dhe Edi Rama i thonë integrimi, por ndalohen disa procese të cilat duhet vazhdojnë. Duhet vazhdojnë sidomos në të procesin e drejtësisë, në procesin e investimeve dhe në procesin e përgjithësi të daljes së Shqipërisë në një vend multikulturor, por sidomos turistik. Dhe këtë sigurisht që nuk e bën as Edi Rama, as Sali Berisha, as e vetme një parti, as të gjitha partijat bashkë, bën shoqëria, por shoqëria nuk e bën nëpërmjet Sali Berishës. Nuk mund ta bëj dot. Nuk mund ta bëj se ai as ka kohën fizike, as ka moshën, as ka partinë dhe njëkohësisht nuk ka as njetin për ta realizuar. Ka thjesht një parti që sot, ose vetë ai që sot premton thjesht lek, e ka kuptuar që shqiptarët bëjnë për lek, dhe sigurisht janë diametralisht kundërt me Edi Ramën, sepse ai propozon një ëndër, një vizion, cilën e ka nisur 1990 dhe duhet ta përfundojnë 2027-2030, duhet ta përfundojnë shqiptarët. Mirë apo keq, e bukur apo e shëmtuar Evropa sot duhet ta përfundojnë atë ëndër, se s'kan ku të shkojnë tjetër. Dhe Sali Berisha premton lek, se e din shqiptarit korruptuar si veten, që nxjerr bythën për lekët, që shkatërron veten dhe familjen për lekët. Kësaj kategorie njerëzës i drejtohet Sali Berisha. Domethënë që japin nderin, japin familjen, japin fëmijët, gjitha për lek. Këtë ka kuptuar që ka një pjesë të popullsisë kështu, asaj drejtohet. Mirë, po kjo di ku të çon. Kjo të çon që të luftosh vetëm për vendin e dytë. Dhe këtë kërkon realisht Sali Berisha. Kërkon të forcoj pozicionin e vendit dytë. Imagjinoni, kemi një garë ku vendi i parë është përcaktuar, është Partia Socialiste Edi Rama. Nuk e di, duke filluar nga 72, duke përfunduar deri në 80 deputet. Dhe vendi i dytë që mund nisi nga 55 deri në 60 deputet. Nuk e di se ç'mund të bëhet pastaj me lëvizjet e tjera, por kjo është e sakta dhe kjo është e përllogaritura. Dhe në djenit plot kësaj është si Sali Berisha dhe Edi Rama, sidomos Partia Socialiste është e stërditur për këtë punë, sepse ajo ka të vetme strukturë që e shan për ditë, gjithë majmunet e Sali Berishës, patronazhist, ata dinë në çdo moment, çdo rrugicë, çdo pallac se për kë voton. Dhe nuk janë jo legjitim, janë legjitim të plot se nuk bëjnë asgjë jashtë legjitimes. Nuk bëjnë asgjë çfarë bëjnë dy prej partive kryesore në Francë. Nuk bëjnë asgjë nga 4 parti sot në Itali, ose partitë kryesore në Spanjë, ose 2 partitë kryesore në United States of America, që dinë edhe numrin tënd të telefonit, vendin e punës, shtëpinë ku banon, dhe njëkohësisht edhe të takojnë, dinë se kush je. E dinë se ku regjistrohesh bile, në Shtetet e Bashkuara në Itali edhe në Francë ti regjistrohesh, pa u regjistruar ti si e kërkuesi, dhe ku regjistrohesh ti ke gjitha këto të dhëna. Edhe nuk i pas kanë patronazhistët, këto janë marrëzirat, kafshëllëqet e Sali Berishës që ju hedh idiotëve për të besuar se patronazhistët na qenë kanë jo të lishëm, ata janë komplet lishëm edhe punojnë për ditë, çdo orë, çdo minutë, ndërkohë që Sali Berisha merret me marrëzira, me budalliqe nga më të shmendurat, duke mos ditur se ku e ka partinë e vet, por vetëm duke e marrë me mend. Edhe kjo marrë me mend dhe kjo djeni e plotë e Sali Berishës është kush? Vendi i dytë. I duhet partia pronë që ka e do. Sepse pastaj do të caktojnë, për këtë caktoj edhe ata majmunet e vetë që e mbrojnë, Tritanin për shembull, Ed Palokën, Mulnokën edhe atë si e ka ajo, e kreura bukur mesa e gjyshes, Vokshi. Dakor, edhe 2-3 tipa tillë që janë mbrapa tij, tjerët janë gjithë pabesueshëm, ata nuk besojnë as vetë ke Sali Berisha. E din, por duan që të jenë atje. Imagjinot të besoni ju se Jack Markaj do Sali Berishën. E para nuk e do se Sali Berisha është musliman.
E dyta, më së ndaj nuk e do dhe për shumë arsye të tjera, sepse sigurisht e di që ka qenë sekretar partie dhe komunist. Dakord, në koshiencën e vetë kështu e ka, dhe një pjesë e madhe e komunitetit katolik në Partinë Demokratike nuk e duan Sali Berishën se e din se çfarë është. Megjithatë, vendi i dytë është i qartë tashmë. Dhe vendi i dytë çfarë bën? Siguron të gjithë të luajturit mëndsh mas Sali Berishës, ose ata që bëjnë sikur janë të luajtur mëndsh mas Sali Berishës, ose ata që e dinë që Sali Berisha është i luajtur mëndsh, por këta duhen ta shfrytëzojnë. Ndërsa vendi i parë është i qartë se i kujt është. Është i Edi Ramës, është i interesave të jashtëzakonshme, jo të asaj që i thonë këta oligarki, po gati një plutokracie të jashtëzakonshme të bashkimit të politikës me financën e madhe dhe ekonominë e madhe të vendit. Sigurisht nuk është e mirë, por këtu e kanë çuar në këtë drejtë e ka çuar Shqipërinë mungesa e jashtëzakonshme alternativës politike. Alternativat e reja politike, të cilat janë marrëzi rrjedhje nga dy të mëdhajat, janë kocomi të vegjël që kanë dalë o me ndihmën e dy të mëdhajave, o kur kanë qenë brenda atyre dy të mëdhajave, o nga shoqatat, o nga Sorosi dhe nga elemente të tillë, të cilët i bëjnë të pabesueshëm edhe në sy të dhe zor se marrin në një ose dy deputet. Në këtë rast nuk më vjen keq shumë për to, sepse nuk janë alternativa politike. Duket sikur mbushin sallat, po ato sallat që janë 3.000, 4.000 vjet që përsërisin po të njëjtët njerëz dhe po ato njerëz janë. Me 10.000 njerëz ata nuk nxjerrin dot në përgjithësi Shqipërinë një deputet të vetëm. Prandaj thash që edhe nga forma e vetë prezantimit që sigurisht Edi Rama vendos në skalionin e parë edhe në vend sigurt të ri ose të reja cilët do që të rinovoj partinë, dhe në skalionin e dytë buldozer të akselerimit të votave për të marrë më tepër njerëz edhe nga skalioni i parë, pra për të futur deputet nga skalioni i dytë. Kemi dallim esencial i cili do të thotë që këto gara, këto zgjedhje, kjo fushat elektorale bëhet për vendin e dytë. Dhe vendi i dytë është i përcaktuar, është i Sali Berishës, njeriut jo thjesht nën grada, po njeriut që ka shpartalluar, ka degeneruar demokracinë në Shqipëri, ka shkatruar 2 herë vendin, e ka djegur pothuaj të gjithin e futin luftë civile në 97-ën, bëri grusht shtetit, ka bërë marrëveshje dhe ka thyer embargo, ka punuar në mënyrë të qartë pro gjithë makinerisë luftës së Miloševićit, ka ndihmuar atë makineri lufte me naftë, sigurisht ka shkatruar ushtrinë, ka çuar edhe armë jashtë, në duart, një pjesë ka rënë duart të ÇK-s, për një pjesë tjetër është shitur në Malzi, se këtë e njoh shumë mirë, ka shkuar grykat e topat, edhe vetë topat të paprishur fare. Edhe imagjino se çfarë ka bërë ky njeri me veprimtarinë e tij, dhe njëkohësisht pastaj ka bërë 21 janarin, e ka bërë gërdecin, çfarë s'ka bërë në jetë vet. I ka bërë vetëm keq. Tash i kërkon vendin e dytë. Kjo fushat elektorale është për vendin e dytë të Sali Berishës, familjes tij, Liri Berishës, Taçi Toile dhe të gjithë makabritetit me naftën shqiptare, të argitës dhe tokave në Bregdet edhe punës si jashtëzakonshme të avokatisë, të interesave më të shelbura deri ke babai, ke 21 dhjetori i abi Maltezit edhe sigurisht syrit dhe medias idiote të Shkëlzen Berishës. Jo vetëm kjo, po dhe shumë gjëra tjera. Këtë kërkojnë ata, sigurisht. Po kërkojnë një gjë tjetër të madhe. Dhe me sa duket edhe majoranca është dakord që t'i mbajë këto gjëra, sepse i leverdis. Por ama, në një anë kemi një person i cili ka ngritur, ka votuar, edhe mund ta kritikojnë, por është për drejtësinë edhe për spakun, në anën tjetër janë majmun cilët shajnë për ditë dhe prishin çdo gjë që t'i dali përpara, sepse Sali Berisha beson vetëm një drejtësi, në drejtësinë e tij, në marrëzinë e tij post-komuniste, marrëzinë e tij të 8 nëntorit 1968, kur është pranuar antar i Partisë Punës Shqipërisë. Pemës gjenealogjisë kriminale që Sali Berisha ka në gjenezën e tij politike dhe që e vazhdon edhe sot e kësaj dite. Dakord miqtë mi?